Mirë se vini në edicionin informativ këtu në ekranin e Blu Televizion. Do të ndalemi tek publikimi për praninë e gazit në zonën e hidrovorit në Akërni. Specialistët e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore kanë bërritur në terren për të verifikuar nga afër situatën dhe për të përcaktuar burimin e saktë të çlirimit të gazit. Pas publikimit në media një ditë më parë për praninë e gazit në zonën e hidrovorit në Akërni, specialistë e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore kanë mbritur pasditën e së mërkurës në terren për të verifikuar nga afër situatën dhe për të përcaktuar burimin e saktë të çlirimit të gazit. Prania e gazit u konstatua në një zonë pranë pyllit të hidrovorit, rreth 1 kilometër larg aeroportit të Vlorës, ku më herët është vendosur dhe një tabel paralajmëruese për të shmangur kalimin e qytetarëve në zonë për shkak të rrezikut të mundshëm. Sipas informacioneve paraprake, vetë kjo agjenci nuk ka dhënë asnjë leje për shpime apo ndërhyrje në këtë territor. Burime pranë institucioneve bëjnë me dije se një nga pistat që po verifikohet lidhet me karakteristikat kënetore të zonës së Akërnis, ku ndër vite mund të ketë pasur çlirim natyral gazi. Specialistët kanë kryer inspektime në terren dhe kanë marrë të dhëna paraprake, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që të nevojiten analiza të mëtejshme teknike për të kuptuar nëse bëhet fjalë për një fenomen natyror apo për pasojë të ndërhyrjeve në zonë. Ndërkohë autoritetet kanë ngritur një grup pune që do të mbajë në monitorim të vazhdueshëm situatën dhe gjatë ditëve në vijim. Qëllimi është shmangja çdo rreziku të mundshëm për banorët, mjedisin dhe zonat përreth, deri në daljen e një përfundimi zyrtar mbi praninë e gazit. Marrëveshja $6 miliard vlora energjetike apo vlora turistike. Marrëveshja $6 miliard për furnizimin e Shqipërisë me gaz të lëngshëm amerikan nuk është vetëm një lajm ekonomik. Është një nga ato zhvillime që nëse realizohen siç duhet, mund të ndryshojnë peshën strategjike të vendit tonë në rajon. Në qendër të saj është Vlora, që gjithmonë është trajtuar si port turistike, detare dhe historike, por që tashmë po projektohet dhe si nyje energjetike e Ballkanit. Kjo marrëveshje sjell 3 dimensione të rëndësishme. I pari është siguria energjetike. Shqipëria mbetet shumë e varur nga hidrocentrale dhe çdo vit i thatë e vendos sistemin përballë pasigurisë. Futja e gazit natyror si burim alternativ përfshir mundësinë e vënies në funksion të tecit të Vlorës mund të krijojë një ekuilibër të ri në prodhimin e energjisë. Një vend që ka vetëm një burim kryesor energjie është gjithmonë i ekspozuar. Një vend që diversifikon burimet forcon pavarësinë dhe sovranitetin. Dimensioni i dytë është gjeopolitik. LNG-ja amerikane, partneriteti me kompaninë Venture Global dhe përfshirja e grupit grek Aktor nuk janë lëvizje të rastësishme. Ato lidhen me përpjekjen e Shteteve të Bashkuara dhe Europës për të krijuar rrugë të reja furnizimi me gaz në Europën juglindore dhe qendrore. Në këtë kuptim, Vlora mund të kthehet në një pikë hyrëse të rëndësishme të asaj që njihet si korridori vertikal, infrastrukture energjetike që furnizon Europën nga jugu në veri, duke i dhënë Shqipërisë një rol që deri dje duke i largët. Por dimensioni i tretë është më delikati, transparenca. Çdo projekt i madh energjetik sjell premtime, shifra marramendse dhe fotografi ceremoniale, por qytetarët kanë të drejtë të dinë më shumë ku do të ndërtohet infrastruktura, sa do të përfitojë shteti shqiptar, çfarë ndikimi do të ketë në mjedis, a do të ulet kostoja e energjisë, apo Shqipëria do të mbetet vetëm territor tranzit. Historia e tecit të Vlorës është një kujtesë e fortë se projektet e mëdha mund të mbeten edhe monumente të dështimit nëse mungon vizioni dhe përgjegjësia. Prandaj kjo marrëveshje nuk duhet trajtuar si fitore e mbyllur, por si provë hapur. Vlora mund të bëhet qendra energjetike e Ballkanit, por vetëm nëse Shqipëria dhe shqiptarët nuk sillen si spektator në tokën e tyre. Është zhvilluar këtë të njëjtë mbledhje e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës, ndërsa është dashur më shumë se 30 minuta vetëm për endin e ditës. Edhe pse është tashmë miratuar krijimi i shoqërisë Vlora Invest, këshilltarët e opozitës vijojnë ta quajnë të paligjshëm, ndërkohë që me 30 vota pro dhe 11 kundër rendi ditës arriti të miratohet për t'i lënë vend më pas diskutimit të 9 projekt vendimeve. Projekt vendimi për miratimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve, të administruara dhe të tarifuar nga Njësia e Vetëqeverisjes vendore, ndër çështjet më të debatuara në mbledhjen e sotme. Administrata referoi projekt vendimin për hapësirat e plazheve, zonat dhe sipërfaqet e plazheve, teksa flitet për 15.000 m2 pa pagesë dhe 18.000 m2 me tarifën 700 lekë.
Miratimi i hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara dhe të tarifuara në Bashkinë Vlorë kaloi me VKB numër 60 dhe në harta që unë u paraqitëm nga administrata u paraqit edhe plazhi i Lungomares. Dhe si përfaqe totale se si do të ndashin publike tarifuar me kontratë të menaxhuar janë përcaktuar në VKB numër 60 të miratuar me vendim këshilli. Po ta shikojmë, zonat blu janë zonat që janë me subjekte me kontrata 3, 4 dhe 5 vjeçare, zona e jeshile është zona publike dhe zona gri që janë të ndara me parcela janë zonat publike të tarifuara nga njësiave qeverisjes vendore. Për zonën publike është 15.471 m2, për publike të tarifuar 18.176 m2, për të menaxhuar është 1.208 m2, me kontrata 3, 4, 5 vjeçare është 9.428 m2. Kjo është sipërfaqja totale ndarë në parcela. Pra, e nderuar, 15.000 metra janë pa pagesë. 1.800 metra janë ato të cilat po mendohet të tarifohen me 700 lekë. Okej. 18.000, po këtë reja. 18.000. Okej, 15.000 metra pa pagesë, 18.000 metra me tarifën 700 lekë, e cila është me TVSH si vlerë, e nderuar zonja Beshani? Të lutem, merre fjalën dhe sqaroj nga ana ekonomike si kryetare e komisionit. Prandaj po e theksoj që zonat jeshile janë zonat publike, qytetari ka mundësi që të shkojë në plazhe publike pa pagesë. Ndërsa zonat gri janë zonat publike të tarifuara, të vendosur që ne pretendojmë të vendosim një çmim maksimal në të gjithë zonën e Lungomares. Pra edhe privati do të ketë një zonë të tarifuar me 7.000 lekë, nuk mund të kalojë në një nivel më të lartë se 7.000 lekë, sepse VKM-ja e re ka ndryshuar dhe specifikon që në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, Bashkia shkon me propozim për këtë zonë të caktuar dhe vendos një tarif që ka menduar në rastin konkret 7.000 lekë për të gjithë zonën e Lungomares, si të tarifuar ashtu edhe për privati. Opozita ngriti shqetësimin për çmimet e larta që po përballen qytetarët dhe turistët. Këshilltarët Gjergj Nika, Atir Doxha, Geron Gumbardi dhe Klodian Xhyheri kanë kundërshtuar duke cilësuar situatën të papërballueshme për qytetarët. Kemi zbritje shpenzime totale të cilat janë ato që duan të alokojnë 6641471. Diferenca neto është 43 milion dhe ndahet 51% bashkia dhe 49 privati. Kjo është me 700 lekë. Në koston 300 lekë. Kostua për çadër me një shezon është 134 lekë dhe jo 438 lekë si e nxjerrin ata për 500 lekë. 27 milion të ardhurat, heqim TVSH-n, heqim shpenzime totale, diferenca neto del, diferenca tjetër del 14 milion që ndahet në 7 dhe 7. Tani e kemi për 1.800 çadra të cilat thoni në 18.000 m2 do vendosim një çadër për 10 m2. Kostua për 1.800 çadra me 700 lekë del 182 lekë për çadër, kurse me 300 lekë del 101 lekë për çadër. Edhe me 300 lekë dalin kostot. Po të marrim 1.800 çadra me 300 lekë, fitimi është 32 milion dhe ndahet 16 dhe 16. Çdo lloj teorie tjetër që rrisni kostot e zëm do bëhet me privatin, do bëhet një joint venture që do ndahet fitimi, jo shpenzimi. Duhet ta kuptojmë mirë nga ana e kontabilitetit. 49% që është fitim që merr tjetri nuk futet në shpenzim. Në shpenzim futet kostot operative dhe TVSH-ja dhe të tjera dhe për TVSH-n, po e fush në shpenzim sepse TVSH-n do ta paguaj kompania e re nëse e menaxhon Vlora Invest. Këtë çmim, këtë kosto edhe 300 lekë për çadër e mban kostua. Pse duhet të jetë 300 lekë dhe duhet të jetë e ulët? Sepse zotrin të nderuar, i gjithë plazhi Lungomares është i kategorizuar D. 4 zonat e ndotura që tha dhe zoti Hoxha e kanë bërë kategorizuar në plazh të ndotur, të paktën deri në vitin 2023, 2024, 2025, nuk i di çka ka ndodhur me analizat e 2026. Keni një analizë kostos që edhe me 300 lekë e mbajnë kostot. Kemi këta operatorë që do të marrim këto shezlonet edhe çadrat. Dhe do ndahet ai fitimi që tham, 5.49. Po si do përzidhen? Nëse ne nuk do na duhen çadrat e 5 operatorëve, po do na duhen të 3 apo të 2 operatorëve. Si do bëhet një garë, ju thash edhe një herë, dhe nuk mora përgjigje. Është komplet e paqartë. Tarifimin e plazheve publike ose plazhet publike me pagesë. Është për të ardhur keq që shumë këshilltar socialist të Këshillit Bashkiak votuan një tarif më të ulët se sa ajo që ishte parashikuar nga administrata e bashkisë dhe sot, pra kjo është fakti që është për të ardhur keq, sot do të votojnë një projekt vendim i cili është 2.000 lekë më shumë se sa ai që votuan herën e shkuar. Unë kam qenë, jam
dhe mbetemi pa lëkundur në qëndrimin tim, por mendoj edhe të kolegëve opozitar, që ky plazh duhet të jetë plazh publik pa pagesë. Tentativa për të futur edhe për të hedhur i syve qytetarëve që ne këtu tani ata që ishin operator që funksiononin, nuk do jenë më, do ta marri bashkia do të japi ca shokëve dhe shoqeve të kryetares së bashkisë, cilët do bëjnë miliona lek apo qindra mijëra euro në sezonin turistik. Nuk ka arsye që qytetarët ta mbështesin dhe absolutisht dhe ne si këshilltar opozitar nuk kemi asnjë arsye pse ta mbështesim. As me 2000 lek, as me 3000 lek, as me 5000 lek, as me 7000 lek. Nëse kjo hapësirë është përfunduar kontrata me operatorët, të cilët i kanë pasur më përpara në dispozicion, dhe sot është publike, të mbetet publike. Qytetarët të shkojnë në gjithë botën, jam shumë i bindur edhe thash edhe herën e shkuar që gjithë ne këtu kemi parë plazhe publike, nuk kemi parë ne në botë që çdo centimetër i plazhit është i zënë me shezlon, edhe me çadra. Ka kilometra të tëra plazhe publike, në cilin shkojnë njerëzit me peshqira dhe me çadër me vete, mase s'do të çadër fare. Po është e drejtë e qytetarit. Janë qytetarët të cilët paguajnë taksa dhe tarifa bashkisë Vlorë, e cila ka për detyrim ta mirëmbajë këtë plazh, sepse këtu po shitet që ne do të vendosim këtë tarifën, se bashkia ka disa kosto që ta mirëmbajë këtë plazhin. Në përfundim, me 27 vota pro, 12 kundër dhe asnjë abstenim, projekt vendimi për miratimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve të administruar dhe të tarifuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore është kthyer në vendim. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me IMT-n vendore dhe me mbështetjen e Policisë së Shtetit ka nisur një aksion në territorin e Bashkisë së Sarandës me fokus goditjen e ndërtimeve pa leje dhe lirimin e hapësirave publike. Ndërhyrja ka nisur në njësinë administrative të Ksamilit. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim po ashtu edhe me Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit vendore dhe me mbështetjen e Policisë së Shtetit ka nisur një aksion në territorin e Bashkisë së Sarandës me fokus goditjen e ndërtimeve pa leje, si dhe lirimin e hapësirave publike. Ndërhyrja nisi në njësinë administrative të Ksamilit, ku po prishën tenda si dhe struktura të disa lokaleve të ngritura pa dokumentacionin përkatës. Sipas informacioneve, aksioni do të vijojë edhe në ditën e nesërme në qytetin e Sarandës. Në total parashikohet prishja e 10 objekteve, mes së cilave struktura betoni arme, metalike dhe prej druri. IKMT bën me dije se për të gjitha rastet janë ndjekur tashmë procedurat ligjore, ndërsa janë marrë edhe masat administrative përkatëse. Ndërhyrja synon në rikthimin e hapësirave publike si dhe vendosjen e lishmërisë në zonat me aktivitet të lartë turistik. Muret e aulonës antike prej vitit 2011 kanë statusin e monumentit të mbrojtur nga shteti, por pavarësisht kësaj, vendi është kthyer në një banjë të madhe publike, ndërsa nuk mungojnë dhe rastet ku prej andej janë marrë gurët antik. Gjatë punimeve për zgjerimin e lulishtes në qendër të qytetit në vitin 1985, u zbulua një fragment muri që nxiti gërmimet arkeologjike. Gërmimet e mëpasshme zbuluan një mur me gjatësi 63.8 metra, i cili i përkiste shekullit të 6 dhe pjesërisht shekullit të 7. Ekspertët të cilët realizuan këto gërmime zbuluan aty edhe gjurmë të një vendbanimi dhe dolën në përfundimin se ky mur dhe vendbanimi i përkisin aulonës antike. Monumenti mori emrin Muret e Aulonës Antike dhe në vitin 2011 mori statusin e monumentit të mbrojtur nga shteti, por pavarësisht se prej vitesh mbrohet nga shteti, gjendja e tij sa vjen e rëndohet. Këto janë muret e aulonës antike, një monument i mbrojtur nga shteti, edhe pse ndodhet në qendër të qytetit pranë sheshit të Flamurit, askush nuk kujdeset për to dhe sot janë në gjendjen më të keqe të mundshme. Nga një monument kulture i mbrojtur nga shteti, muret e aulonës antike janë kthyer në një banjë të madhe publike, ku shumë pensionistë përditje gjejnë si vend të përshtatshëm. Gjithashtu nuk mungojnë as rastet ku në të janë marrë prej andej gurët antik, duke e dëmtuar më tepër këtë monument antik kulture. Një pjesë e strukturës, siç ndiqet edhe nga pamjet, është rrëzuar për tokë si rrjedhoi edhe e kalimit të viteve. Këtë monument kulture mund ta dëmtojnë të gjithë pasi prej vitesh mungon mekanizmi i mbrojtjes për të. Vlen të theksohet se aty mungon një person i cili duhet të bëjë roje për monumentin e kulturës, apo qoftë edhe kamerat e sigurisë për të parë rastet e dëmtimit të tij. Kështu që ky monument vazhdon prej vitesh të mbetet në mëshirë të fatit.
Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në aksin e bypassit në drejtim Orikun Vlorë. Një automjet tip Volkswagen është përplasur me një tub baktish të imta që ndodheshin në rrugë. Nga përplasja është goditur te çobani 35 vjeçar. Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në aksin e bypassit në segmentin Orikun Vlorë, ku një automjet është përplasur me një tub baktish të imta që po kalonin në rrugën. Siç mësohet, një automjet tip Volkswagen i drejtuar nga shtetasi me iniciale VG ka qenë duke lëvizur në drejtim të Vlorës, kur është përballur me tufën e dhive që ndodhej në Karrexhat. Në pjesën e fundit të tufës ndodhej dhe çobani, një shtetas 35 vjeçar. Nga përplasja e fortë, 35 vjeçari ka mbetur plagosur dhe është transportuar me njëherë nga shërbimi i autoambulancës drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku dhe ka marrë ndihmën mjekësore për traumat e marra. Burime paraprake bëjnë me dije se ai ndodhet në kujdesin e mjekëve. Nga aksidenti janë dëmtuar gjithashtu disa prej baktive, ndërsa automjeti ka pësuar dëmet konsiderueshme materiale në pjesën e përparme. Në vend ngjarje kanë mbritur me njëherë forcat e policisë, të cilat kanë kryer veprimet procedurale dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Sipas burimeve, testi i alkoolit i kryer ndaj drejtuesit të mjetit ka rezultuar 0,0 mg, ndërsa paraprakisht dyshohet se prania e baktive në rrugë dhe mungesa e ndriçimit në segment mund të kenë ndikuar në aksident. Reporterët pa kufi publikuan raportin mbi lirinë e medias në Shqipëri. Raporti evidenton se në Shqipëri liria e shtypit dhe pavarësia e medias kërcënohen nga konfliktet e interesit midis botës së biznesit dhe asaj politike, një kuadër ligjor i mangët dhe rregullim partijak. Sa i përket peizazhit mediatik, raporti evidenton se media më me ndikim me sektori privat në Shqipëri në pronësitë e një grushti kompanish që kanë lidhje me botën politike. Duke ju referuar kornizave ligjore, raporti thekson se edhe pse kushtetuta e Shqipërisë dhe angazhimet ligjore ndërkombëtare garantojnë lirinë e shtypit, mbrojtja e lirisë së shtypit dhe burimeve është e pamjaftueshme. Raporti gjithashtu nënvizon se edhe pse i paplot, dekriminalizimi i shpifjes pritet të jetë i dobishëm për lirinë e medias. Në kontekstin ekonomik, pronësia e pjesës më të madhe të peizazhit mediatik shqiptar është e përqendruar në duart e vetëm 4 ose 5 kompanive. Sa i përket kontekstit social-kulturor, në raport evidentohet se gazetarët, të cilët përbëjnë shumicën e këtij profesioni, përballen me ngacmime në internet dhe në disa raste diskriminim në bazë gjinore brenda kompanive mediatike. Sipas raportit të dal nga reporterët pa kufi ka patur një reagim edhe nga opozita shqiptare, kryesisht nga deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, njëherë kryetare e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, e cila theksoi se rënia me 3 vende e Shqipërisë në renditjen e reporterëve pa kufi për lirinë e medias është një këmbën alarmi. Ajo nënvizoi se dëmi që kjo qeveri po i shkakton lirisë së medias është i thellë dhe afatgjat, dobëson demokracinë, minon transparencën dhe heq qytetarëve të drejtën për të qenë të informuar. Sipas kësaj deklarate janë depozituar dhe amendamente për dekriminalizimin e shpifjes në përputhje me standardet evropiane, sepse liria e medias nuk mbrohet me fjalë, ajo mbrohet me ligj, me vullnet politik dhe me përgjegjësi, deklarohet në raport. Do të vijoj me të tjera zhvillime, ndalemi te kultura. 29 prilli, dita botërore e vallëzimit, Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorës ka organizuar një koncert festiv në sheshin përpara stadiumit Flamurtari. Koncert një bot një ritëm, bëri bashkë të reja dhe të rinj vlonjat, të cilët dhuruan performanca magjike kërcimi për qytetarë të pranishëm në shesh. 29 prilli është cilësuar si dita botërore e vallëzimit. Për të festuar këtë ditë, Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorë ka organizuar një koncert festiv në sheshin përpara stadiumit Flamurtari. Koncert festiv ky i titulluar Një botë një ritëm, i cili bëri bashkë të rinj dhe të reja vlonjat, të cilët dhuruan performanca magjike kërcimi jo vetëm në dans, por dhe në motive popullore. Angela Kaplani, drejtuese e Qendrës Kulturore të Bashkisë së Vlorë, thotë se ky koncert ka mbledhur pranë vetes publikun e shumë të vlonjat, të cilët shijojnë performancat e të rinjve në kërcim. Sipas Kaplanit, qëllimi i aktiviteteve të tilla është të afrojnë më tepër të rinjt drejt artit, drejt kërcimit.
organizuar kjo aktivitet e çfarë shojmë ta? Sot jemi mbledhur gjithë së bashku në sheshin e qytetit për të festuar ditën botërore të dancit 29 prilli. Ky aktivitet përfshin gjithë grupet artistike të qytetit të Florës, si dhe shkollat e mesme dhe nëntëvjeçarit të saj. Jam shumë e lumtur që për herë të parë ne do të zhvillojmë ditën botërore të dancit, si në çdo qytet tjetër të Shqipërisë edhe në qytetin tonë. Sigurisht, të gjitha aktivitetet që Qendra Kulturore ka zhvilluar kanë në piknisje dhe në pikë kryesore të saj të rinjtë e qytetit Florës. Dhe pse jo dhe argëtimin e gjithë qytetarëve dhe turistave të saj. Balerinët dhe kërcimtarët e rinj të qytetit shprehen të emocionuar që ngjiten në skenë dhe marrin pjesë në këto aktivitete. Sipas tyre, kërcimin e kanë pasion që në vegjëli dhe janë të lumtur që po e ushtrojnë si pasion apo profesion. Që merret me art me kërcim çdo ditë, si është të bësh këtë lloj gjëje? Është një eksperiencë shumë e bukur, është një sakrificë e cila do punë, do dhe mund gjithashtu, por që është diçka shumë e bukur. Ke marrëdhënie me publikun, ke marrëdhënie me skenën, ke marrëdhënie me ndriçimin, me çdo gjë. Është eksperiencë shumë e bukur, sugjeroj gjithë të rinjve të qytetit të Florës. Ndërkohë do ngjitesh në skenë një koncerti i cili po zhvillohet sot, emocionon kjo gjë? Po, është diçka shumë e bukur, ka emocionet e veta, ne mezi presim aktivitetet, vazhdojnë aktivitetet e ne këtu në qytetin e Florës janë të shumta, janë gjithashtu shumë të bukura, mezi presim dhe t'i shijojmë. Si të quajmë? Alejandro. Si quhesh dhe çfarë moshë ke? Unë jam Joy dhe jam 15 vjeçe. Si është të merresh me kërcimin? Është një eksperiencë shumë e bukur, është një ndër e realizuar. Sa vite ke shkenë të kërcesh? Unë momentalisht kam 2 vite, jam filluar pak e madhe, po që 2 vite. Shumë. Ndërkohë do ngjitesh apo edhe gjithur në skenë ke performuar? Po. Të japësh shfaqje përpara publikut real. Është shumë më pëlqen shumë. Është emocionon? Shumë emocionuese. Sidomos po. Faleminderit. 18 vjeçe, studioj në gjimnazin Ali Demi dhe kam diku të rreth gati 5-6 vite që merrem me kërcim. Si është të merresh me kërcim? Është diçka shumë e bukur, është komplet një ndjenjë tjetër dhe jam shumë e lumtur, shumë emocionuar gjithkohë që jam në skenë dhe pse kam kaq shumë vite që merrem me balet, prapë është ai emocioni i skenës. Vazhdosh të merresh edhe me kërcim gjatë? Mendoj që do e kem si hobi. Amelia, sa vjeç je? 10. 10 vjeç. Sa ke që merresh me kërcim? 2 vite gjys. Të pëlqen? Po. Çfarë të pëlqen më tepër nga kërcimi? Më pëlqen shumë kënaqësia që më jep edhe forca që më jep. Ke emocione sot që do ngjitesh në skenë? Jo, sepse jam mësuar me koncertet e tjera. Amelia, sa vjeç je? 10. 10 vjeç. Të pëlqen kërcimi? Po, më pëlqen shumë. Kur e ke nisur? E kam nisur 6 vjeçe. 6 vjeç, ke 4 vite merresh me kërcim apo? Po. Çfarë të pëlqen më tepër nga kërcimi? Më pëlqejnë kërcimet moderne e të tjera. Ngjitesh në skenë, ke emocion sot? Kam pak. Ke pak? Po. Je ngjite disa herë tjera, po prapë. Po. Ndërkohë aktivitetet festive dhe me rastin e çeljes së sezonit turistik të organizuara nga Qendra Kulturore e Bashkisë Vlorë do të vijojnë, ku në to do të jenë të përfshirë të rinjt, por dhe çdo grup mosh. Premiera e reportazhit Pal Nicole Marku për gjithmonë me regji të Vasilika Londo ka sjellë në skenën e teatrit Bylis në Fier më shumë si një histori personale, një kapitull të gjallë të rezistencës kulturore shqiptare. Njeriu që ruante librin në mendje, historia që sfidoi një sistem. Premiera e reportazhit Pal Nicole Marku për gjithmonë me regji të Vasilika Londo solli në skenën e teatrit Bylis në Fier jo vetëm një histori personale, por një kapitull të gjallë të rezistencës kulturore shqiptare. Pal Nicole Marku nuk ishte thjesht një intelektual. Ai ishte një figurë komplekse dhe e rrallë, i formuar si pilot aviacioni në një kohë kur ky profesion ishte ndër më elitarët. Më pas i detyruar të punonte si fonditor në uzinë pas goditjes politike. Një bibliotekar i përkushtuar që jetoi mes librave dhe kur ata ju ndaluan. Një poliglot dhe erudit që zotëronte disa gjuhë të huaja dhe kishte kulturë të gjerë europiane, por edhe një fotograf pasionant që dokumentonte kohën e tij në heshtje. Goditja e regjimit komunist ndaj tij erdhi pikërisht për shkak të kësaj bote të brendshme të pasur. Ai u zhvesh nga profesionet, nga statusi, nga e drejta për të qenë ai që ishte, por nuk i hoq dot dia. Në kulmin e ndalimeve absurde, kur lahuta e malësisë konsideroi e rrezikshme, Marku ndërmori aktin më të jashtëzakonshëm,
e mësoj përmendësh, jo si sfidë publike, por si një formë mbijetese kulturore. Jeta e Pal Nikol Markut është një kontrast i fortë nga qielli i aviacionit në baltën e uzinës, nga libri i hapur në censurën e hekurt, nga njeriu i dijes në armikun e sistemit. Përmes një strukture të pasur narrative, dëshmive autentike dhe intervistave me familjar, miq e bashkëudhëtar, reportazhi solli në skenë jo vetëm dramën e një individi, por portretin e një epoke që tentoi të shuante mendimin e lirë, u shpreh regjizori Kiço Londo. Pal Nikol Marku nuk ishte i vetmi, kishte të tjerë që e psuan më keq se sa Pal Nikola, humbën jetën, por Pal Nikola është përzgjedhur si njeri që diti ti rezistoj errësirës së sistemit të kaluar, drita e tij nuk u fik dot nga sistemi dhe ai mbetet një dritë e ndezur. Unë besoj edhe sonte që jemi këtu, që ai diku është, diku po buzëqesh, na shikon. Dashuria pra dheu është pjesë e dashurisë madhe. Fundi i filmit është me vargjet të madhit Dante. Dashuria që lëviz diellin dhe gjithë yjet e tjerë. Mendoj që Pal Nikol Marku e shpëtuan këtoj dashuria. E persekutoi drita e madhe që e kishte, zilia e njerëzve që donin t'ia fiknin, edhe e sistemin, që donin t'ia fiknin dritën e madhe që kishte, dhe e shpëtoi dashuria. Ne e filluam me Fierin, besoj që dokumentari do t'jetë edhe në Patos, edhe në Kuçov, edhe në Puk, edhe në Rëshen, edhe në Tiranë. Mua më vjen keq të pohoj, por jam i detyruar si qytetar që edhe pse e djeshmja ishte në një errësirë të madhe, kishte pak më shumë dritë se drita e sot. Jemi në një udhkryq të madh dhe ky film është apel për këtë udhkryq. Salla e teatrit ishte e mbushur me dhjetra të pranishëm, miq të afërm dhe qytetar, dhe u kthye në një homazh të fuqishëm për një figurë që dëshmonte se diktatura mund të ndalojë librat, por jo mendjen. Reportazhi solli këtë udhëtim përmes rrëfimeve të familjarëve dhe miqve, duke ndërtuar portretin e një njeriu që nuk bërtiti kurrë, por nuk rreshti kurrë së menduar i lirshëm. Mes emocionesh nusja e djalit të tij, Mbaresa Marku, rrëfen se ai ende vazhdon të jetojë mes tyre dhe se ky dokumentar vuri në vend dinjitetin e tij. Ishte shumë emocionuese. Pali meriton të gjitha ato që u thanë dhe shumë më tepër se sa ato. Por ishte vërtet shumë emocionuese dhe unë falenderoj çdo që ka marrë pjesë në realizimin e atij reportazhi, por edhe gjithë atyre që folën fjalë aq të mira për atë burr. Dinjiteti i tij u vu në vend. Megjithatë ai ka qenë një njeri me shumë dinjitet edhe kur si mund të them përgjohej apo censurohej në çdo veprim që ai mund të bënte. Jam përpjekur shumë të marr prej tij shumë gjëra në punën time ose në jetën time të përditshme. Unë i kam prej atij njeriu. Dhe jam shumë e lumtur, unë nuk flas asnjëherë në kohë të shkuar për të. Unë sa herë që tregoj them Baca thot kështu, Baca thot kështu. Baca më ka thënë pavarësisht viteve që kanë ikur. Ai është pranesh. Bashkohësi Nimet Musai tregon se prezenca e tij dha qytetit të Patosit një tjetër performancë dhe ndaj inicioi të akordoi çmimin qytetar nderi pas vdekjes, sepse sa ishte gjallë ai nuk e pranonte. Ai kur erdhi nga Kuçova në Patos, i dha këtij qyteti me atë plejad inxhinierësh që kishte një frymarrje tjetër. Biblioteka shkencore ishte gjëja më e rrallë që erdhi në qytetin e Patosit. Përveç kësaj plejade të madhe inxhinierësh të mbaruar jashtë Shqipërisë. Dhe të gjithë shkonin te Pal Marku për të diskutuar për gjithçka dhe për të gjetur atë literaturë që u duhej për naftën. Dhe siç u tha dhe në film që nafta në atë periudhë ka qenë në kulmin e saj për prodhimin ditor, mujor, vjetor. Dhe ai burr i rrallë për atë qytet, që e patëm nder dhe kënaqësi që erdhi nga Kuçova, u bashkangjit dhe u bë njësh duke dhënë kontributin e tij jo vetëm në art dhe kulturë, por në gjithçka që ai qytet e meritonte. Ishte nga të rrallët njerëz që mbahet mend nga më i vogli si fëmijë dhe deri këta që jetojnë sot. Duhet të vlerësoj që nuk u pa sot edhe për arsye kohe,
jam iniciator në Këshillin Bashkiak të Patosit, që i kemi dhënë titullin qytetar nderi të nderuarit Pal Nikol Marku mbas vdekjes, sepse ai, njeri me atë shpirt madh, me atë botë të gjerë, nuk donte ta merrte para se të ndronte jetë. Normale duhet përmendur sepse e meritonte ai njeri dhe ai qytet, dhe gjithë ne që kemi mbështetur atë. Pastaj gjithçka edhe po ta përmendim dhe duhet ta përshëndesim atë dhe familjen e tij, të gjithë mesazhet optimiste që i dhanë atij qyteti dhe atyre njerëzve. Kjo histori e jashtëzakonshme e Pal Nikol Markut do të udhëtojë edhe në qytetet e tjera të vendit. Flamurtari ka fituar edhe në ndeshjen e dytë finale në basketbol femra ndaj Partizanit, ndërsa triumfoi 63-58 në një përballje të luftuar. Të hënën do të luhet takimi i tretë në Vlorë dhe drejtoria e klubit shumë sportësh Elona Hasanaj fton sportdashësit vlonjat në Pallatin e Sportit për të bërë pjesë e fitores. Flamurtari ka fituar edhe ndeshjen e dytë në finale në basketbol për femra ndaj Partizanit, duke qenë tashmë vetëm një fitore larg titullit kampion. Ndeshjen e parë në Vlorë, Flamurtari e fitoi me një diferencë të thellë prej 32 pikësh, ndërsa të mërkurën në Tiranë triumfoi me rezultatin 63-58 në një përballje shumë të luftuar. Tashmë të martën do të luhet takimi i tretë në Vlorë. Shefja e klubit shumë sportësh të Flamurtarit Elona Hasanaj thekson se fitoria në ndeshjen e dytë ishte shumë e rëndësishme dhe u arrit pas një rivaliteti të fortë, ndërsa tashmë skuadra e vlonjatëve duhet të realizojë objektivin e ndeshjes së radhës. Hasanaj u bëri gjithashtu thirrje sportdashësve vlonjat që të mbushin Pallatin e Sportit dhe të mbështesin skuadrën në këtë përballje ku mund të sigurohet edhe titulli kampion. Vim mbas dy fitoreve, jemi në finale me Partizanin. Ndeshja e parë në Vlorë përfundoi me një rezultat shumë të thellë, 32 pikë. Ndeshja e djeshme ndoshta u futën me pak, e morën lehtë. Ishte një fillim i vështirë, dal nga dal filluam ta rikuperojmë, derisa përfundoi me 5 pikë diferencë. Kemi përballë Partizanin, një ekip që gradualisht që nga muaji i shkurt dhe në vazhdim është ngritur. Kemi përballë një Partizan që ka në gjirin e tij lojtare shumë mira. Kemi përballë një Partizan që duhet ta vlerësojmë për ndeshjen e tretë. Nuk është ndeshje që të themi do futemi dhe kjo ndeshje është e jona, patjetër që e kemi në mendësi këtë gjë. Është ndeshja e tretë që nëse e fitojmë, ne i sjellim një kup, një kampionat tjetër të fituar qytetit të Vlorës. Është një kup shumë e rëndësishme, kjo ndeshje na shpall kampion. Ajo bëri të ditur se ndeshja do të luhet ditën e martë në orën 18 dhe për shkak të rëndësisë së madhe që ka kjo përballje. Nuk mund ta bëjmë vetëm, asnjëherë. Vazhdimisht, unë u bëj thirrje të gjithë sportdashëve, të gjithë qytetarëve vlonjat. Është një ekip elit, është një ekip emblem, që duhet të jemi të gjithë bashkë. Unë e kam thënë prapë, po e përsëris që tifozi është sportisti, është lojtari i 6 në fushë. Nuk e bëjmë dot vetëm pa ta. Duhet të jemi të gjithë bashkë edhe një herë për të mbështetur ekipin e vajzave. Kjo ndeshje na shpall kampion. Si orar është shumë i mirë, të gjithë janë kthyer nga puna dhe ata që e duan sportin duhet të jenë patjetër në Pallat të Sportit. Flamurtari udhëheq me 2 fitore ndaj Partizanit dhe një tjetër sukses do ta shpall kampion në takimin që do të zhvillohet ditën e martë më 5 maj në orën 18 në Pallatin e Sportit Flamurtari. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme në Kuvendin e Kosovës. KQZ-ja është e përqendruar në trajtimin e çështjeve fillestare dhe urgjente që lidhen me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme në pritje të shpalljes zyrtare të datës së zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Në këtë fazë, para shpalljes së datës së zgjedhjeve, Komisioni Qendror Zgjedhor është i përqendruar në trajtimin e çështjeve fillestare, si dhe atyre urgjente që lidhen me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor, Valmir Elezi, tregoi për angazhimin aktual të KQZ-s, ndërsa janë në pritje të vendimit për shpalljen zyrtare të datës së zgjedhjeve. Të gjitha aktivitetet zgjedhore, përfshirë fushat zgjedhore, do të organizohen sipas afateve të shkurtra kohore.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur tashmë fazën përgatitore të procesit zgjedhor, duke u angazhuar në trajtimin e të gjitha çështjeve fillestare, si dhe atyre urgjente që lidhen pikërisht me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme dhe të cilat do të miratohen në mbledhjen e parë pas vendimit për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Këto përgatitje përfshin planifikimin e aktiviteteve zgjedhore, përcaktimin paraprak të afateve kohore, planifikimin e buxhetit si dhe koordinimin me institucionet relevante. Meqense këto janë zgjedhje të parakohshme, një ndër vendimet e para të KQZ-s do të jetë edhe ndryshimi i afateve kohore të aktiviteteve zgjedhore, që ndërlidhen drejt për drejt me votuesit, subjektet politike si dhe vëzhguesit. Në mesin e aktiviteteve zgjedhore që do të organizohen në afate të shkurtra kohore, do të jetë edhe fushata zgjedhore për subjektet politike. Meqense këto janë zgjedhjet parakohshme, periudha e fushatës zgjedhore është më e shkurtër në krahasim me zgjedhjet e rregullta, për shkak të afateve të kufizuara kohore. Në zgjedhjet e fundit të parakohshme, fushata zgjedhore zgjati 11 ditë e shtator, ndërkaq për zgjedhjet e ardhshme, KQZ do të përcaktoj kohëzgjatjen e saj në përputhje me afatjen e përgjithshëm kohor në dispozicion të KQZ-s për organizimin e të gjithë procesit zgjedhor. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshi.